Sa herë një shkrimtar i njohur, i dashur, largohet nga jeta, befas ne lexuesit ndjehemi jetim. Dhe në fakt mbrëm u largua nga jeta shkrimtari ynë i dashur Mario Vargas Llosa, nobelisti i vitit 2010, një shkrimtar të cilin shtëpia botuese Dudaj e ka botuar hershëm me shtëpia e gjelbër, por edhe po vijon të botoj libra të tjerë, nga të cilët më i fundit është Kohë të këqija. Është një libër i jashtëzakonshëm për cilin do të flas patjetër më vonë, por do doja të thoja vetëm një gjë shumë të rëndësishme. Vërtet një shkrimtar largohet nga jeta, por ai është i pavdekshëm për shkak të veprës së jashtëzakonshme që na ka lënë. Dhe sot vërtet është një mrekulli të duket të lexosh një shkrimtar i cili nuk është, por që me veprën e tij është gjithmonë aktual. Dhe një nga librat e tij më të bukur është Kohë të këqija. Është një libër që është shkruar vonë, në fakt, në vitin 2019-2020. Dhe flet, dihet që Mario Vargas Llosa është një nga shkrimtarët më antikonformist, shkruan hapur edhe pas një lloj kompleksi për gjërat të cilat e kanë shqetësuar gjithmonë në jetën e vet për lirinë, për atë lirinë e vërtet, edhe duke kritikuar natyrisht gjërat të cilat atij e kanë shqetësuar dhe në cilat merret letërsia e tij. Dhe në fakt Kohë të këqija është një libër që natyrisht si çdo roman i madh e merr le të themi historinë nga e vërteta, dhe në fakt janë ngjarje që kanë ndodhur vërtet, por që sigurisht duke përdorur mjetet të ndryshme letrare, ai e sjell si një roman, që është një nga romanet më të bukura të letërsisë latinoamerikane, në fakt do thoja, dhe një nga shkrimtarët më të mirë të letërsisë latinoamerikane. Ngjarjet zhvillohen në Guatemala, ku befas po ndodh një grusht shteti i cili është i zakonshëm duket i zakonshëm le të themi për vendet latinoamerikane, dhe natyrisht duke sikur historia lind nga një fake news, por nuk është dhe kaq e thjeshtë. Përpiqen që të hedhin nga floni Arbensin, që është një nga le të themi njerëzit më të njohur dhe më të dashur të Guatemalasve në atë kohë, dhe në pushtet vjen Castillo Armas. Dhe këtu brenda gëshëton një sër ngjarjesh, një personazh i cili është Marta e bukur Martita, e cila në fakt nuk është vërtet nuk është emri i saj vërtet, por natyrisht ka ekzistuar dhe bëhet e dashura e Castillo Armas, dhe përmes le të themi pamjes së saj, dëshmisë së saj, vjen edhe ky roman i jashtëzakonshëm. Edhe natyrisht është një roman i cili të lë me shumë mendime pas, është një roman që është shkruar sikur të ishte shkruar edhe për ngjarje që sot po jetojmë, edhe ndaj e bën Mario Vargas Llosën të pavdekshëm, le të themi, dhe universal në mënyrën se si ai shkruan. Do i lexoj vetëm një pjesë të shkurtër. Në fakt bëhet fjalë për një nga personazhet që ka ekzistuar në libër, edhe që tash më ka rënë nga pushteti, dhe po i ndodh fundi. Kur 12 orë më pas mbërriti në Gjenevë dhe zuri vend në po atë hotel të vogël buzëliqenit ku kishte qenë 3 vjet më parë, kur kishte shkuar të hapte llogarinë bankare në cilën do të bënte dërgesa rregullisht, e mbushi vaskën dhe bëri një banjo me shkum dhe kripra, një copë herë të mirë. Tek po lahej, duke ndjerë një mirëqenie të këndshme fizike, u përpoq të përfituronte jetën e tij në të ardhmen. E dinte fort mirë se puna e tij si konsul në Japoni nuk do të zgjaste shumë. Herët avon, çfarëdo që të ndodhte në Republikën Dominikane, askush nuk do të telefononte më. Kohë të këqija, për të mos harruar letërsinë e Mario Vargas Llosës, edhe libri më i ri në shqip, Mario Vargas Llosa.